Bashkë me Oneldën jemi në kombinat dhe pas ju shihni rënojat e një biznesi që shteti ju sul e shkatroi, e rënoi brenda ditës, megjithëse ishte në tokën e tij të ligjshme, në biznesin e tij të ligjshëm, megjithëse ushtronte një aktivitet të ligjshëm, paguante zyrtarisht taksa këtij shteti. Çfarë ka ndodhur këtu është shëmbëltyra jo vetëm e Bashkisë Tiranës, po njëkohësisht edhe e qeverisjes socialiste në këto 12 vite. Uzurpimi i pronës, shkatrimi i biznesit pas një njoftim, duke shkelur drejtën themelore të pronës. Kur shteti sillet si agjenci imobiliare, kur shteti të vjen pa njoftim, kur shteti të merr pronën, kur shteti nuk të pyet, kur shteti të shkatron brenda ditës, ti nuk ke absolutisht asnjë zgjidhje tjetër. Shembulli këtu në kombinat është shembulli i njëjtë që ka ndodhur tek 5 Maj, që ka ndodhur në banesa tjera në kombinat, ku shteti nuk ka absolutisht asnjë interes publik, po ka interesa biznesi, sepse do të ngrehet të ndërtoj pallate këtu, pa marrë në konsiderat pronarët e ligjshëm. Ky kalim i çdo kompetence, ky uzurpim që shteti ka bërë këtij biznesi, është jashtë çdo logjike, jo vetëm ligjore, po njëkohësisht dhe elementare të drejtave të njerëzit. Sot kjo ndodhi në kombinat, dje ka ndodhur në Theth, ka ndodhur në Vlorë, ka ndodhur në vende të tjera këtu në Tiranë, nesër mund vinë tek dera shtëpisë tuaj. Do të jemi këtu për t'i mbështetur banorët e kësaj zone, për t'i shkuar deri në fund, për ta denoncuar e për të mos lejuar që nesër të vinë në derën e shtëpisë tuaj.